Dje gjatë ditës, në debatin e zhvilluar në grupin parlamentar të EPP-s për zgjedhjet në Shqipëri dhe raportin e terapisë konvertuese, paraqita para audiencës rrezikun e madh që përfaqëson narkoshteti shqiptar në krye Edi Ramën, apo si quhet tashmë rëndom Ramadura apo Noriega i Europës, për siguri e vendeve të rajonit dhe vendeve të Europës. Në fjalën time, paraqita dominimin e tregut të drogës në Europë, marijuanës, kokainës, heroinës, nga kartelet e drogës të lidhura direkt me Edi Ramën, të komanduara direkt prej tij, i cili ka shtuar Shqipërinë në një parajs të larjes parave të tyre në qindra kulla, ndërtesa, resorte turistike. Shpreha kërkesën që vendet anëtare të Këshillit të Evropës, parlamentet e këtyre vendeve, të ngrenë zërin e tyre ndaj këtij rreziku serioz që u vjen nga një vend i vogël, i cili ka të gjitha potencialet e mëdha të zhvillimit dhe e ka zhytur regjimi në drogë vetëm për qëllime elektorale. Po kështu, tek rreziku i madh që përfaqëson Shqipëria u ndala tek akshi, kopshti familjar i Edi Ramës, në të cilin koordinatori kryesor i karteleve të drogës me antarët e familjes Ramës kanë plashkitur qindra milion euro, për mbi të gjitha Ergy Sagasi ka eksportuar të gjitha të dhanat e internetit që ekzistojnë në Shqipëri tek klanet kriminale dhe armiqtë e NATO-s. Dhe kjo është një rrezik i madh për që Shqipëria shpërndan në rajon dhe në Europë. Mirëkuptimi ishte i plot nga audienca. Përveç saj më ra fjalën në debatin që u zhvillua për raportin mbi terapinë konvertuese, terapi njerëzore, një agresion i vërtet që bëhet ndaj fëmijëve për të ndryshuar gjinicën. Ftova të pranishmit të vinë në Shqipëri të shohin pasojat e rënda të transformimit të vendit të Shqipërisë në rubrikën e George Soros apo në kopshtin e lulëzuar të këtij të fundit, ku fëmijëve në kopshte dhe në shkolla fillore u jipën tekste dhe figurina, gjëra, objekte mësimore për t'i manipuluar në drejtim të ndryshimit të gjinisë. Theksova se kjo propagandë është propaganda e ekstremit maj që synon rivendosjen e një diktature të rrezikshme të ekstremit maj, jo vetëm në Shqipëri, por në Europë dhe në botë. Debatet për këtë çështje natyrisht nuk ishin të njëjta, por në tërësi u shprehen rezerva shumë të mëdha për raportin, i cili në një farë mënyrë kërkonte legjitimonte terapinë konvertuese ndaj fëmijëve për ndryshim gjinor.